15 thënie epike nga akademiku Esatë Stabileci. Citojnë: "E pranoj se kam lindur me fat. Fati më i madh i njeriut është të lindesh me fat. Me fat është të meritosh lindjen. Kush e meriton lindjen e ka të lehtë vdekjen. Nëse nuk di kush je, nuk do të dish as kush do të jesh." Kam ecur nëpër një rrugë të mesme, sepse shumë herët më kishin mësuar se mesi është i artë. Lartësia e bjeshkës nuk matet me sy, por me këmbë. Në jetën time, kam ecur këmbë që të mos më mashtrojnë sytë. Jeta është një mësim që mund të mësohet, por që nuk mund të porositet. Shpresa është pasuria më e madhe e atyre që nuk kanë asgjë. Ti je ai që të tjerët mendojnë për ty, e jo ai që mendon për veten tënde. Asnjëherë nuk kam kaluar në faqen e dytë pa mësuar të parën. Askush nuk ka mësuar të vrapoj para se të mësoj të ecë. Sillemi me padrejtësinë të jetës. Gjysmën e jetës e përmbushim me dëshira, e gjysmën tjetër me pakënaqësi për mos përmbushjen e tyre. Kujdes, se edhe budallenjet bëjnë garë kush është më budalla se tjetri. Edhe budallenjet bëjnë resht u prinë budallaj më i madh. Shoqëroheni me më të vjetrit që të mund të mësoni më shumë. Mos u shisni mend më të vegjëlve që të dukeni më të mëdhenj. Zgjedhjet vendosin se kush do të qeverisë e jo çfarë do të jetë qeverisja. Të vdesësh i ndershëm është më shumë se sa të jetosh i ndershëm.